ndimin, kungecin. Pa tjetër pastaj flet për Hashim Thachin, gjen lidhjen, do thoja unë, spektakolare me Jack Smithin, që është personi më i urryer nga presidenti Trump, po detyrohet të jepte dorëheqjen, dhe nëse Bergjia ndoshta i ka dhe ato pamjet, është e tërheq Trumpin dhe pas fjalimit, ku Trumpi e pyet is it the same, pra është i njëjti dhe Rama që thot është the same. Pra ky është ai momenti kur e ndalon, ndoshta regjia na ndihmon ta kemi edhe në ekran, kur ai thot është the same, pra. Është i njëjti. Është the same. Pra i thot ja, the same prosecutor. Pra është i njëjti prokuror. Pra patjetër pastaj fakti që në mungesë të fjalës së zonjës Osmani, e cila nuk foli sot, ai doli dhe mbrojti dhe Hashim Thachin. Pra foli dhe si kryeminist, si përfaqësues i gjithë shqiptarë në një moment shumë delikat për imazhin e Kosovës edhe tonin pas asaj që pritet ngjasi në Hag. Dhe patjetër premtimet e tjera, pjesëmarrja në... Pra le të themi si e gjykoni fjalën e Ramës sot. Sado që ndoshta jo reflektorët e të gjithë botës, pra ndjekja nga shtypi ndërkombëtar ishte më pak ka ajo që do mendoja unë e këtij eventi në Washington. Përsëri në këtë moment zoti Rama ka përshtypjen që sot ka qenë në ditët e tij më të mira për të bërë marrëdhënie me publikun. Se sa ndikim do ketë në çështjet që diskutohen, qoftë në ushtarët që do të çojnë Shqipëria në Gaza, apo përmendja e gjyqit të Hashim Thachit, se çfarë ndikim do ketë, kjo mbetet për të parë. Po sot kam përshtypjen që për t'i dhënë Cezarit atë që i takon, ka qenë në pikën e vetë më të mirë edhe nga mënyra se si e kishte ndërtuar gjithë fabulën, duke i prekur presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pikërisht ato tela që atij i dhëmin më shumë apo që i këndojnë më shumë, të përzierja e politikës me drejtësinë, të cilën ai diku e ka vuajtur me drejtë, se është i dënuar për 34 krime që nuk i kthen dot më atë dënim, po ndërkohë ka me 10 çështje të fituara që kanë po dhe tjera që ju mbyllën dhe ju mbyllën për mungesë faktesh, apo ju mbyllën sepse është ajo praktika amerikane që zakonisht një president që fiton, i mbyllën gjitha dosjet me idenë që verdiktin e ka dhënë populli. Pra dhe Jack Smith u detyrua para se të jepte dorëheqjen të mbyllte 10 dosjet tjera presidentit Trump. Është një domen jashtëzakonisht i këndshëm për zotin Trump të lundrojë midis politikës dhe drejtësisë, se këtë punë ka bërë kur ka qenë në New York me ato real estate dhe ai mentori i tij ka qenë një mjeshtër i pikërisht këtyre gjërave. Kam përshtypjen nuk besoj se ishte krejt rastësi mënyra se si kishte ndërtuar kryeministri atë ndërhyrjen e vet, që prekte të gjitha këto gjëra që mund të lënë një gjurmë, se çan ndikimi do kenë, unë nuk besoj sepse është një procedurë të administrative dhe në momentin që do të futesh tek drejtësia, kushdo në Shtetet Bashkuara të Amerikës do të frenohej. Për më tepër në këtë situatë politike tmerrsisht koklavitur edhe të negative që ka zoti Trump brenda vendit. Për sa i përket Shqipërisë, në këtë rast ka qenë në ditën e saj më të mirë dhe meritës e kryeministrit. Flokert, ajo që bëm përshtypje është fakti që Rama është figurë, themi, nuk po që kontroverse, por një figurë që ndarse në Kosovë, pra nuk ka një konsensus për ti. Aq më tepër me rritjen e zotit Kurti, që është parë gjithmonë si një enfant prodige i tij, pra një person, një nxënës i tij shumë i mirë, sigurisht që dhe shtimi i kompeticionit mes tyre, sigurisht që e ka zbejur figurën. Por me atë qëndrim që ai mbajti sot dhe me takimet që ai pati në Prishtinë një ditë para shpalljes pavarësisë, qoftë me zonjën Osmani, qoftë me kryeministin Kurti, me këtë që tha sot, nuk e di nëse i ke ndjekur komente. Sigurisht, dëgjoj, unë sot e para kuptova pse Rama nuk shkoi në Zvicër, kur u bë mbledhja e parë e bordit, dhe pse shkoi pikërisht sot, ose pse e la për sot. Sepse përkon fiks me mbylljen e gjyqit të UÇK-s. Dhe po të shohësh narrativën e Ramës në raport me zonjën Osmani, u duk sikur raundin e parë të takimit me Trumpin dhe të ballafaqimit dhe të marrëveshjes e ja kishte lënë Vjosës, dhe vulën doja vinte vetë, me fjalimin publik dhe jo vetëm me ato 5 fjalë që u thanë pas eventit. Kam përshtypjen se është një moment që politika shqiptare, ndryshe nga herët e shkuara, të vonuar disa me përjashtim të një personi politik,
që nuk ka folur fare, që është Sali Berisha, i cili me qëra Allafi duhet ishte në 17 shkurt, si gjithë të tjerët në shesh në Prishtinë, ishte vetëvendosja aty, ishin të gjithë aty, nga Malizi, në Preshev, në Shkup. Nuk isha zoti Kurti, për shumë. Kishte përfaqësues aty. Okej, po zoti Kurti si? Kishte përfaqësues. Pa të përfaqësues nga PD-ja duhet të kenë Kishte zëvendës kryeministrin e parë dhe ministrin e jashtëm në sallën e gjyqit. Nuk mund të kërkosh tani kur nuk shkon Albin Kurti ti kërkosh ish kryeministri i Shqipërisë shkoj. Domethënë nuk Dakor. Ka rradh muhabeti. Dakor, po tani doktori është doktori, nuk është Albini. Jo, unë doktorit mund t'i kujtoj një gjë tjetër, pse nuk votoi rezolutën në Këshill në Parlament për shembull. Pse nuk e votoi rezolutën? Mund t'i kërkosh edhe për në sigurisht kishte punë që tikte jashtë. Edhe Kosova nuk ka qenë ndonjëherë. Jo, ka qenë kaos, ndërkohë në Facebookun e tij kanë nxjerr video të vizitave e tij të rralla duhet të në Kosovë, se nuk ka qenë shpesh Kosovë. Për te kësaj, domethënë shihet një lloj konsensusi, e pash edhe në Hag me zotin Konjufca, që edhe pse vonë janë një farë mënyrë të përbashkuar rreth kësaj kauze. Dhe Rama sot ka zhgënjur shumë njerëz në Tiranë, të cilët kanë menduar që Rama do shkonte në Washington për të qarë hallet e veta, dhe teksa e kanë parë që qanë hallin e komandantëve dhe jo hallin e tij, do të thotë që halli i tij nuk ekziston, dhe besoj se për këtë janë mërzditur shumë njerëz në Tiranë. Ja, ky ka qenë PR i Ramës, thoni ju, në fjalimin e tij. Absolutisht, domethënë Rama arriti disa momente fjalimi. Ishte korrekt politikisht, arriti edhe Europës, edhe atyre që aludojnë që po ndërtohet një KBR, arriti të marrë një duartrokitje në mes të fjalimit, bërë një propozim, si pak kush, për një pjesë që jo gjithë kanë guxim ta flasin, pra për fëmijët, për palestinezët, dhe në fund u fokusua një 2 minutësh. Ka preku sensibilitetin e vendeve muslimane. Duke i thënë se ju thatë me drejt, e thatë edhe në editorial, ai i përmendi Trumpit Smithin e famshëm, por thatë diçka tjetër, ose e latë kuptohet ashiqare. Në rast se nuk lironi komandantët, vatra e re luftës është në Ballkan. Më e keqja kush është Sokol? Sa i ato tha. Duhet vëmë dorë, duhet veprojmë përpara se të ndodhi më e keq. Eta bordita nuk duhet harroj Kosovën. Eksakt pra ai bordi, për çfarë është? Për paqen ai bordi. Nuk është për ngrohen globale. Dhe po ju thoshte që ruani paqen duke shpallur të pafajshëm komandantët, në të kundërt do keni një vatër lufte që mbi cilën do punoni pastaj. Ja se do flasim edhe për këtë sepse thelbi i diskutimit ky është, mendoj unë, mbas asaj një çfarë është ky bordi, çfarë kanë nënshkruar etj. Fakti që Rama u drejtua zotit bordit me këtë, ndërkohë që presidenti Trump pak minuta më herët ju drejtua zonës Osmani, tha, nëse ke problem me çunat e lagjes, call me, pra domethënë me Serbinë, më merr mua në telefon se paqen me Serbinë dhe e kam garantuar unë, e kam në dorë, sigurisht që siguria për ne në këtë moment shumë delikate është, rëndësishme, por sigurisht kemi dhe integrimin evropian. Megjithatë, Ergys, ka dhe një pjesë që duhet ta konsumojmë sa më shkurt, kuptohet. Ne diskutuam jashtë kamerë para se të nisë emisioni se normalisht e mund të thash në editorial. Kjo që ka ndodhur nuk është një gjë anormale. Në Shqipëria është rreshtuar gjithmonë për krah Shtetet Bashkuara në çdo nisëm saj. Kujtojmë për shembull 2 vitet e Këshillit të Sigurimit kur ne ishim Penn Rider bashkë me Ishut Marshall. Pra ne çfarë thonë Amerika, ne e venim firmën poshtë. Pra në këtë mes nuk është se kanë një vazhdën e atyre. Është narrativa e atyre që ka zoti Rama përballë që e bëjnë këtë një gjë të jashtëzakonshme. Pra prej muaj shtator, Ramaduro, tani ku është Ramaduro? Dhe këtu del sikur ka ndodhur një gjë e jashtëzakonshme. Ku është gjë e jashtëzakonshme? Kryeministri i Shqipërisë ka mosmarrveshje nismën e radhës presidentit amerikan. Kaq. Unë e thash. Po ndërkohë, shiko ç'a ndodh në Tiranë. Heshtje totale. Kupton? Ska, doktori është në shtëpi, as parlament nuk shkoj sot, ndoshta ne që do më dëgjoj mua, ndoshta do shkoj. Unë thash, ajo që ka bërë atij është gjë më normale dhe atë do bënte kushdo të ishte pak a shumë. Pavarësisht se tash vlen ta diskutojmë se çfarë bëri ai aty. Do e diskutojmë. Problemi që vendos keq opozitën është fakti që ka gjithkohës i vendos një sfond brapa dhe gjëja normale që thot ai aty përballë në sfondin që ka vendosur opozita duket sikur ky është një gol për opozitën. Në fakt ky është autogol i opozitës, nuk është gol i Ramës. Për mua vlen ta themi këtu, Rama shkoi atje për të përfituar personalisht, jo për t'i dhënë një gjë Shqipërisë.
Dhe personalisht ai bëri goditet e veta. Pra mendoj që këto 3 minuta që kam unë këtu në dispozicion, si ti shfrytëzoj që unë si person të përfitoj nga kjo gjëra. Çdo kush ta kishte bërë. Dhe janë dy gjëra, dy kahe patjetër. Çdo kush ta kishte bërë. Megjithatë, Politika vlen të është diskutojmë pragmatizëm. çfarë mund bënte më shumë për Shqipërinë, por kjo është çështje tjetër. Në dy kahe donte të përfitonte. Një, si ti bëj këta burrat atje Trumpin kryesisht që të më mbështes mua. Kujtojmë që kjo bëhet në një kohë kur SPAC-u, i cili është një prej instrumenteve kryesor që Amerika ka, pra e mbështet fuqishëm, është duke goditur Edramët dhe i kërkon ta përdor këtë për të zbutur goditjet që i vijnë nga SPAC-u. E para kjo, e dyta nga ana tjetër si të përdor momentin për të treguar shqiptarëve unë jam fort. E diskutueshme është dhe kjo nisur nga deklaratat e javëve të fundit që vinë nga ambasada amerikane dhe nga takimet. E diskutueshme është dhe kjo pika, jo për shkak të se mbrojnë qeverinë, por për shkak të ndryshimit fokusit që ka administrata amerikane ndaj këtyre çështjeve. Kanë mbrojtur goditjen e korrupsionit, kanë mbështetur SPAC-un në çdo gjë dhe SPAC-u po godet Ramën. Unë shoh këtë si diskutimet për fakt është që për SPAC-u 2 muajsh në çdo takim që është bërë nga ambasada amerikane, nga zyrtari amerikan, është në fokusi i Shtetit Interesave të Bashkuara është lufta kundër krimit organizuar dhe trafikut, dhe trafiqeve. Tash do të nxjerr me deklarata. Unë po them flasim ato që kanë thënë sot dhe ato që kanë thënë para 2 vjetësh. Goditjet që i bën SPAC-u Ramës janë thjesht kështu pa një mbështetje ndërkombëtare, pa mbështetjen e Gjuma SPAC-u bën detyrën e vet. Ti po e bën një lidhje dhe për lidhjen që po bën ti unë po them ka këtë ndryshim. Në deklarata, ata nuk po thonë mos luftoni korrupsionin. Po ta shikosh, të gjitha fokusi është lufta deklaratash mendoj sepse këtu të gjitha veprimet që për shembull këtu kanë ardhur amerikan që kanë asistuar në zyrat e SPAC-ut para ca kohësh ishin para ca vitesh. Ishte momenti kur goditej po patjetër. Pra, dhe unë mendoj që në kushtet dhe ajo që i referohesh ti si goditje, merr deklaratën që ka këtë zyrtar amerikan dhe thotë fokusi i Shtetit Bashkuar, sepse është ndryshimi fokusit të administratës Trump, nuk ka lidhje me territorin shqiptar. Administrata kanë fokus tjetër. Fakti që s'ka zgjedhur akoma një ambasadore, këtu tregon që nuk e çan shumë kokën se çan të thënë. Kjo është e kuptueshme. Po jo vetëm këtu, s'ka as Prishtinë, s'ka as Beograd, s'ka as Shkup, nuk s'ka as në Podgorica fundi. Mendoj këtë, ashtu siç nuk e çan shumë për të pas një politikë shumë aktive, ashtu dhe nuk e çan nëse goditet Rama, por ama SPAC-un do ta mbrojë sepse në SPAC-ut ka ti the që goditet edhe në emër të. Po pra, dakor. Unë mendoj që pa një mbështetje, SPAC-u nuk mund të veprojë dhe kjo mbështetje vjen nga Amerika dhe nëpërmjet kësaj mbështetje nga Europa, për shembull, s'ka lidhje, mund vjen nga Europa dhe Europa është dy apo kryesisht nga Amerika. Amerika që mbështet si kryesor i SPAC-ut. Që ta shkruaj. Nga ana tjetër, ai pati një gol, them unë të rëndësishëm që bëri në kuadër të faktorit shqiptar. Fakti që përdori rastin për të bërë themi atë krahasimin me të akuzuarat e UÇK-s në Hag, dhe këtë përdori duke bërë krahasim me vuajtjet që Trumpi ka pas nga drejtësia. Nga i njëjti prokuror. Për më tepër. Domethënë, kjo është themun një prej që është dhe pozitive për Shqipërinë këtu, kurse nga ana tjetër ai fakti që pra u ofrua, pra gjithë pjesa tjetër u ofrua si një person i cili do t'i shërbej të fortëve, me qëllim që të fortët ta mbajnë atë. Pra, çfarë do? Ka nevojë Trumpi që unë të dalë dhe të mbështes plotësisht politikën amerikane në rajon, në Izrael. Të mbështes fuqishëm Izraelin, bëj gjithçka çfarë ata duan, të justifikoj komplet Izraelin i bëj. Ka nevojë, Trumpi që unë përmend që Trumpi vuan nga drejtësia, e përmend. Çfarë ka gabim? Si? Çfarë ka gabim? Se ke një kontradikt, ti thua Amerika është e mirë se mbështet SPAC-un dhe aty është një Amerikë për ty. Po pra se unë nuk e shoh. Po kur Rama i thot ok Trumpi dhe për gjëra tjera për te SPAC-ut, ti thua prit se Rama është një lëpirës i rëndom si gjithë ata të tjerët dhe kaq. Tani kjo Amerika po cilën se njëri në tjetër, të dyja bashkë asgjëra. Para një politika nuk ka. Tani a është e mirë dhe ajo Amerika që thot Rama apo vetëm ajo që thot ti? Politika nuk është bardhëzi. Dhe Amerika është qelibar. Pra ti thua, është ajo Amerika që tu ti është e mirë, ajo Amerika që thot Rama është e keqe. Unë nuk e shtrova në terma moral, unë e shtrova në termat që Rama e përdori rastin për të shërbyer. Dhe duke shërbyer atyre, ai përfiton vetë personalisht. Pra këtë po bën Rama mendoj, dhe nuk është në arritje për ne kombëtare që Rama fiton suport dhe mbështetje. Në qoftë se Rama nuk do bënte atë që bëri, do bënte të kundërtën. Kjo do e shërbente Shqipërisë, po Ramës mund të interesonte diçka tjetër. Jo, është neutrale. Pse nuk e lidh Ramën në këtë rast, se zezat e Ramës këtu i themi kur të kemi emisionin për Ramën këtu. Po pse nuk thua që ajo gjëja atje, që përmendën ato që përmendën, që merr 10 duar trokitje,
nuk është për Ramën, hiqe Ramën, është për atë që në thori nga goja dhe për Shqipërinë që ka i pozicion. Varet kush janë interesat e Shqipërisë, që çdo themi integrimi në Bashkimin Evropian, kjo vizitë nuk i ka shërbyer integrimin në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, Po pra, se kujt i ka shërbyer? Rreshtimi jon kaq i fuqishëm dhe kaq suport në kuadër të një grupi ku vendet më kryesore, më të rëndësishme europiane nuk kanë shkuar, një farë mënyre është dhe një problem për ne, sepse dalim edhe si delezes, dalim si një popull servil, i cili shkon aty dhe i bën fresk fortit, pa asnjë lloj interesi. Tash varianti i dytë i një populli jo servil me amerikanët është një popull anti-amerikan. Jo, pse është kjo? Pse o anti-amerikan o servil? Se ti përdor termin servil. Ti e përdor termin servil. Ne kemi partner amerikanë dhe shumë mirë. Anti-amerikan, anti-globalist amerikan apo anti-sovranist amerikan? Se edhe Amerika ka dy. Se para një ne nuk po flasim për Amerikën, po flasim për për vizitën e Ramës. Një grupim. Saktuar, është një forum. Nuk është Amerika ajo, pra ti je kundër një